Familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të shoqatave të dalja nga lufta, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, përfaqësues të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës, drejtues institucionësh arsimore, mësimdhënës, prindër, nxënës dhe mysafir të nderuar. Një përshëndetje dhe mirëseardhje e veçantë për mikun e madh të shqiptarëve, humanistin amerikan, Zotri Benito Mares. Mirëdita dhe ju dëshiroj mirëseardhje të gjithëve. Jemi mbledhur sot për të kujtuar, nderuar dhe për të mos harruar. Sot po mbahet për vitin e 4 me radhë koncerti përkujtimor për fëmijët e rënë për liri. Një aktivitet që tashmë është bërë traditë e kujtesës dhe nderimit në komunën tonë. Përmes të këtij koncerti, shënojmë për vjetorin e masakrës së Poklekut, Deliajve, të Abris, Shavarinave dhe kujtojmë me nderim të gjithë fëmijët e pafajshëm dhe të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Ne i japim kujtesës dhe mbajmë gjallë historinë tonë. Para se të vazhdojmë me programin artistik, kemi nderin të ftojmë në skenë drejtorin e Drejtorisë Komunale të Arsimit, Zotri Muhamet Gjoka, i cili do të marrë fjalën në emër të kryetarit të komunës. Edhe pse kryetari i komunës, i cili gjithmonë e mbështet këtë aktivitet me zemër dhe kënaqësi, gjithsesi e kishte për dëshirë të ishte sot në mesin tonë, po për shkak të obligimeve të pamundura për të shtyrë, nuk ka arritur të jetë i pranishëm. Andaj, me respekt, e ftoj në skenë Zotri Muhamet Gjoka. Shumë të respektuara familje të fëmijëve të rënë për lirinë e Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve, veteranëve, invalidëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i nderuar shef i kabinetit, i nderuar Zoti Mares, faleminderit për prezencën tuaj, i nderuar komandant Shkupi, përfaqësues të Policisë së Kosovës, përfaqësues të FSK-s, të nderuar drejtor të drejtorive komunale, drejtor të shkollave, të nderuar prindër, të dashur nxënës. Sot jemi bashkë jo vetëm për një koncert, por për të kujtuar
zemrat më të pastërta që kanë njohur këtu, pra fëmijët tonë, të cilët i lanë ëndrat për gjys, por lirin me lanë të plot. Tashme që është bërë tradicional, por edhe i vetmi në nivel vendi për t'i kujtuar me të dashurit tonë. Lavdi e përjeshme për të gjithë fëmijët e rënë për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit drejtori Gjoka për fjalën tuaj dhe gjithsesi sot nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar, por edhe për të përcjellë një mesazh. Se liria nuk harrohet, se dhembja nuk shuhet, dhe se kujtimi për fëmijët e rënë është amanet për brezat që vijnë. Të nderuar të pranishëm, e sigurisht të nderuar edhe ju fëmijë që jeni sot në sallë këtu për të ndjekur këtë koncert. Koncertin do ta nisim me 3 pika artistike që sjellin krenarinë, historinë dhe dashurinë për atë dheun. Së pari, ju ftojmë që t'i mirëprisni në skenë Florian Krasniqin, Lorent Limanin dhe Artan Qorin me këngën Besa Bes, më pas në skenë vjen Elmedina Seferi me interpretimin Balad Kosovare dhe për të vazhduar më tutje me Anela Balesin me këngën Kjo tokë është e imja. Por
Me një duartrokitje të veçantë do doja t'i falenderoj të gjithë nxënësit që interpretuan deri tani. Gjithsesi që do të vazhdojmë koncertin me pika të tjera artistike. Unë jam dëshmia, titullohet monologu që sjell rrëfimin e përjetimit të së mbjetuarës së masakrës së Poklikut, zonjës Elhame Moqolli, me monologun e interpretuar nga Ornela Krasniqi, të cilën e ftoj tani në skenë. Me zë të larë, sepse dhimbja e tyre është shumë e madhe. Ka histori që nuk duhet harrohen kur, sepse në to jetoj njerëz që nuk jetojnë më. Kjo është historia e një vajze që mbeti gjallë për të treguar të vërtetën. Unë quhem Elhame. Në prillin e vitit 1999, isha vetëm një vajzë. Vetëm 14 vjeqe. Një vajzë shumë vajzat e tjera. Me libra shkolle, me ëndra të vogla, me motra dhe vëllezër që qeshtnin në obër. Për lufta. Lufta nuk pyet për ëndra. Ajo hynë në shtëpit e njerëzve. Ajo hynë në jetët e fëmijëve. Ajo merr me vete gjithë qka që është e shtrenjtë. Dhe një ditë, ajo hynë edhe në fshatin tonë. Poklek. Ishte pranvera e vitit 1999. Por ajo pranverë nuk ishte lule. Ajo kishte frikë, natët ishin të gjata, ditët ishin të pasigurta. Ne lëveznim nga një vend në tjetrin, nga mali në mal, nga një strep në tjetrën, vetëm për të shpëtuar jetën. 2 ditë para tragjedisë u kthyem në shtëpi tona. Mendonim se ndoshta, vetëm ndoshta, do të ishte veçet. Por askush nuk e dinte se çfarë po afrohej. Pastaj erdhi ajo ditë. 17 prilli i vitit 1999. Forcat serbe hynë në fshatin tonë. Si gjithë banorët e tjerë të fshatit, edhe ne u nesëm drejt Renasit, duke kërkuar shpëtim. Rrugës kishte frikë, njerëz që vraponin, fëmijë që qanin. Kur arritëm te xhamia e Renasit, menduam se ndoshta do të shpëtonim. Por aty erdhën forcat serbe me mjetet e tyre. Në kërcenimin e armëve dhe pismave, na detyruan të kthehemi përsëri në fshat. Na thanë se gjithçka ishte e sigurt. Se fshati ishte i sigurt. Por ishte një gënjeshtër. Atë ditë bente një shi i rënd. Ne kërkuam një strehë, dhe atë strehë e gjetëm në shtëpinë e Haxhit Sinan. Ai gjatë gjithë luftës kishte qenë bashkë me familjen tonë. Ne u mblodhëm në një dhomë të asaj shtëpie. Gra, fëmijë, familjarë. Ishim shumë. Shumë njerëz dhe shumë frikë. Ne nuk ishim armë, nuk ishim fuqi. Kishim vetëm një shpejtë të vogël, se do të jetonim.
Atë ditë në shtëpinë e Gjësinam kishim strehuar dhe poetin për fëmijë, Ymer Elshanin, bashkë me familjen e tij. Shtëpia ishte bërë strehë për shumë njerëz. Për atë ditë, ajo strehë u kthye në një vend tragjedie. Kur forcat serbe erdhen të ajo shtëpi, i pari që përban me ta, ishte Agja Sinan, si gjithmonë gjatë gjithë luftës. Bashkë me të, ishte edhe poeti Ymer Elshanin. Ata o vranë pa mëshirë. Pastaj trupat e tyre u dëgjën dhe u hadhe në bunarë. Dhe aty filloi një realitet i ri. Një realitet që nuk mund të harrohet kurrë. Pastaj, u dëgjuan krismat, njëra pas tjetrës, pritma, tëm, esir, njerëz që të rresnin njëri tjetrin. Na do betin e nga ime. Tre motrat e mia, dy vëllezërit e mi. Aty mbeten edhe familjarët e tjerë. Jetë të pafajshme. Unë bejta e plagosur. E plagosur në trup, por më shumë në shpirt. Në atë moment, asgjë nuk kuptoja. Isha vetëm një vajzë adoleshente. Por e dija një gjë. Duhej të shpëtoja. Jo vetëm për veten time, por për të treguar të vërtetën. Me gjithë dhimbjen, me gjithë frikën, arrita të kërceja nga dritarja e saj dhome. Një dritare që për të tjerët ishte fundi, por për mua u bë rruga drejt jetës. Atë ditë në Boklek u vran 53 civil shqiptar, gra, burra, fëmijë, jetë që u shuan pa faj. Por historia nuk mbaron me vdekjen. Historia vazhdon me kujtesën. Unë jam një mbjetuar. Por në të vërtet, unë jam një dëshmi. Dëshmi për nënën time, për motrat dhe vëllezërit e mi, për familjen time, për të gjithë ata që nuk mund të flasin më. Unë flas për ta. Që votat e di, që brezat të kujtojnë, që drejtësia të mos harrohet. Sepse kujtesa është më e fortë se frika, më e fortë se dhuna, më e fortë se vdekja. Sot nuk jam vetëm një vajzë që dikur i shpëtoi gjenocidit serb mbi familjen tonë. Unë jam zërja atyre që nuk jetojnë më. Sepse populli që kujton, nuk zhduket kurrë. Dhe unë do të kujtoj gjithmonë. Një falëndërim të veçantë për Ornelën, për interpretimin e saj, për mënyrën se si na e solli rrëfimin e asaj që kemi dëshmi të gjallë. Zonjës Elhame, dua një duar të kytje. Dhe në këtë moment gjithsesi, edhe pse nuk e kemi të pranishme fizikisht, do duam të nderojmë sepse e kemi dëshmi të gjallë. Zonja Elhame nuk jeton në Kosovë, aktualisht nuk është këtu, por dua që dikush nga përfaqësuesit e familjes që është i pranishëm këtu, ta merr një buqet me lule në emër të këtij organizimi dhe për ta falendëruar
për gjithë atë që po bën, sigurisht dhe për prezencën e saj kudo për ta rrëfyer gjithë krimin që është bërë e sidomos në masakrën e Poklikut. Dua që dikush që është i pranishëm nga përfaqësuesit ja një buqet me lule për nderim të zonjës Elhana. Faleminderit zotriut, sigurisht do t'i përcjellni përshëndetjet dhe respektin tuaj. Faleminderit që jeni prezent sot. Me një emocion të veçantë do të vazhdojmë tutje me pika të tjera që i dedikohen këtij koncerti dhe sigurisht tani do ta ndiqni vallën e lirisë të përgatitur nga mësuesja Burbuqe Kiçina, një performancë që përmes lëvizjes artistike sjell në skenë krenarinë, sakrificën dhe rrugëtimin e popullit tonë drejt lirisë, për të vazhduar më pas me Artila Heton, e cila interpreton këngën Kosova Jon. Oh,
Gjithsesi që të gjitha pikat e këtij koncerte I dedikohen fëmijëve të rënë në luftë, për të vazhduar tutje me interpretimin e grupit të nxënësve me këngën Pse jemi të ndarë.
Emocione të veçanta po sjellin fëmijët nxënësit përmes këtij koncerti, por gjithsesi që tani do të vijë një moment i veçantë. Organizatorët e këtij koncerti kanë vendosur që çdo vit të ftojnë nga një shkollë mysafire dhe këtë traditë po e vazhdojnë edhe sot. Këtë herë na nderojnë nxënësit e shkollës Naim Prashuri nga fshati Gllovar, të cilët me shumë përkushtim nën udhëheqjen e mësimdhënësit e tyre, zotëri Ekrem Berisha, kanë përgatitur një valle të veçantë, e të cilët i ftojmë në skenë tani. Kur jemi tek momentet e veçanta për sakrificën, gjithsesi që ndajmë edhe vlerësimin dhe respektin. Dua ta falenderoj me respekt të veçantë për prezencën e tij sot, përfaqësuesin e UÇK-s për jashtë zotëri Bardhyl Mahmuti, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Komandant, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Faleminderit të gjithë juve që keni kontribuar për lirinë e vendit tonë dhe sigurisht pastaj edhe për shtetëndërtimin. Kur jemi te mirënjohja dhe te vlerësimi, i kthehemi padyshim për t'i falendëruar për realizimin e këtij koncerti dhe gjithsesi gjithë kontributin që japin. Dua që tani nga komuna e Drenasit që ndanë mirënjohje për korin e shkollave Halil Bajraktari dhe Ali Gashi, të cilët tash e 4 vite me radhë me përkushtim, talent dhe dashuri, po i japin shpirt këtij koncerti dhe për këtë mirënjohje gjithsesi do e ftoj në skenë drejtorin e drejtorisë së arsimit të komunës së Drenasit, zotëri Muhamet Gjoka. Një duartrokitje padyshim, do i ftojmë përfaqësuesit apo drejtor.
I kemi radhazi. Ja do të vinë nxënësit të marrin mirënjohjen gjithsesi shkolla e ka përfaqësuesin e vet, faleminderit shumë. Dhe gjithsesi mirënjohja tjetër shkon për shkollën Ali Gashi, ftojmë dikën nga nxënësit. Faleminderit shumë për kontributin artistik. Faleminderit shumë dhe kemi edhe mirënjohje të tjera për sigurisht fëmijët të tjerë. Faleminderit shumë drejtor, faleminderit gjithsesi për kontributin që jepni. Duartrokitje për fëmijët. Për mirënjohje të tjera, për mirënjohje të veçantë që ndahet për profesor Hajzer Gjoshin, organizatorin dhe shtyllën kryesore të këtij koncerti, I cili me punën dhe përkushtimin e tij ka bërë që këto ngjarje tash e sa vite të shndrohen në një traditë të rëndësishme kulturore, por edhe përkujtimore në komunën tonë. Dhe gjithsesi për ta ndarë këtë mirënjohje, ftoj drejtorin e drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Drenasit, zotri Alban Zogajn, që të ndaj këtë mirënjohje. Padyshim e kemi këtu edhe zotri Gjoshin, faleminderit për kontributin e pashoq në këtë koncert artistik. Dhe gjithë nxënësit e jashtëzakonshëm. Faleminderit drejtor, faleminderit zotri Gjoshi dhe padyshim se para të përmbyllim këtë koncert përkujtimor, dëshirojmë të shprehim falënderimet tona më të sinqerta për gjithë ata që kontribuan për realizimin e kësaj ngjarjeje. Një falënderim I veçantë I shkon sigurisht për mbështetjes së vazhdueshme drejtorit të DKA zotri Muhamet Gjoka. Faleminderit shumë. Dhe drejtorit të drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën tonë, zotri Alban Zogaj, faleminderit shumë. Pa përkrahjen institucionale dhe bashkëpunimin e tyre nuk do të mund ta realizonim koncertin si të tillë. Një mirënjohje e veçantë shkon edhe për mësuesën Ylbere Demiqi Ymeri për kontributin e saj për përgatitjen e këtij koncerti. Dhe gjithsesi falenderojmë gjithashtu edhe artistin e komunës sonë, zotri Bislim Elshani, I cili me talentin dhe përkushtimin e tij I dha jetë skenës dhe atmosferës së këtij koncerti përkujtimor. Dhe mbi të gjitha, falenderojmë nga zemra të gjithë këta nxënës dhe ata që ngjitën në skenë për përkushtimin që dhanë në vazhdimsi me talentin dhe punën e tyre. Faleminderit që ishit pjesë e këtij koncerti. Faleminderit që nuk harroni. Sot fëmijët e rënë për liri, u kujtuan me nder, emocion dhe me këngë. Le të largohemi me një mesazh të qartë. Liria është amanet. Kujtimi është detyrë. Dashuria për ta është përjetësi. Faleminderit që ishit sot. Lavdi e përjetshme fëmijëve të rënë për liri. Faleminderit.